A dini se merrni kompensim për biletat e fluturimeve që janë të vonuara mbi 3 orë, apo që janë të anulluara, apo embarkimi, apo e quajtur ndryshe denied boarding. Vlerat e kompensimit janë 250 euro, 400 euro dhe 600 euro. Secila vlerë varion në bazë të distancës së fluturimit. Që do thotë, nëse fluturimi juaj është në distancën deri në 1500 km, ju merrni kompensim në vlerën 250 euro. Për fluturimet që janë nga 1500 deri në 3500 km, kompensimi është 400 euro, dhe për distancat ndërkontinentale apo mbi 3500 km, kompensimi është 600 euro. Nëse jeni gjendur para një rasti të tillë apo keni një familjar, shok apo mik, kontaktoheni dhe përcjelleni si informacion.